Dëgjoj, këto më tepër kjo përhapet nga eksponentët e televizjes vetëvendosit, të tërheqen asnjë lloj paralele që ka qenë, edhe dje kam lexuar, që kanë qenë një lloj komploti i Aleksandr Vučićit me Edi Ramën që të mos votojë Albin Kurti, duke i shfrytzuar si proksi politik subjektet opozitare. Nuk besoj që të jetë influencë e zotit Rama, shumë më tepër do thoya mbase në prapasken, por nuk kam fakte të argumentojnë prapasken mund të jetë më tepër interes i aktorëve ndërkombëtar që janë të involvuar drejt për drejt në proceset politike në Kosovë, sesa që ka ndikim Edi Rama që ta pengonte votimin e Albin Kurtit. Larg asaj do shumë mbase do të thuaj që ambasada amerikane ose ambasada tjera që kanë frustrime me liderin e lëvizjes vetëvendosje kanë mundur të ndikojnë, nëse nuk kanë fakte, këto vetëm po spekuloj dhe po supozoj, por jo që dështimi i tij për të marrë 61 vota dje në Kuvendin e Kosovës është ndonjë konspiracion i fshirë nga Edi Rama.